Një cikël emisionesh nga Greqia, ku do të ndiqni copëza nga jeta e shqiptarëve në emigrim, dhimbje dhe mall, ëndra për një jetë më të mirë. Takime me personalitetet dhe politikan grek, peizazhe të bukura, befasuese, egzotike e mesdhetare. Të gjitha këto në emisionin Dhimbje dhe Mall, nga gazetari Enver Shehu. Është një nga ishujt më të afërt që lidhet nëpërmjet detit Ege me brigjet dhe qytetet bregdetare të Turqisë. Nga qyteti i vjetër, ose siç quhet greqisht Paliapoli, limani i trageteve që hyjnë dhe dalin në Rodos është shumë pranë. Turistë nga e gjithë bota me destinacion Rodosin, pas vizitave në këtë oazë turistik rekreativ, shpërndahen për të vizituar pjesët më interesante të ishullit. Turistët lëvizin jo vetëm në hapësirat e ishullit, por e kanë shumë të lehtë dhe me kosto të lirë udhëtimin përtej brigjeve të Rodosit, në qytetet dhe hapësirat turistike të Turqisë jugperëndimore. Udhëtuan për në qytetin turk Marmaris, me një nga tragetet ekspres me të njëjtin emër, Marmaris. Këtu jemi në portin e Rodosit. Është porti ku nisën tragetet për një ishuj rreth e qark për 12 ishujt e Rodosit. Gjithashtu këtu nisën edhe ky ekspres për në Turqi. Pra Rodosi është ai që lidh dy kontinente nëpërmjet detit Ege, lidh Azinë me Evropën. Trageti udhëtonte 2 herë në ditë, vajtje ardhje, me personel turq që kontrollonin me korrektësi dokumentacionin. U nisëm në lindje të Rodosit, duke lënë prapa kryeqendrën e 12 ishujve të Egeut. Prej këtej duken të plota kontraset e qytetit antik të Rodosit, një bukuri e rrallë. Deti Ege, një hapësirë ujore me shumë ishuj grek. Janë këto hapësirat më të kërkuara dhe më të shkelur nga turistët nga gjithë bota. Egeu me 12 ishuj grek, me kryeqendrën e Rodosit, ka lëvizje të pareshtura anije, tragete, jahte, motoskafe e tjera. Sidomos në sezonin turistik që zgjat pothuaj 7 muaj, nga prilli deri në fund tetorit, për vetë kushtet klimatike të zonës së butë mesdhetare.
Egjeu, deti që bashkon 3 kontinente, Evropën, Azinë dhe Afrikën, sido që rruga e shkurtër rreth 1 orë nuk t'i jep përshtypjen se udhëton nga një kontinent në tjetrin, nga Evropa në Azi. Tragedi ku kishim qëndruar nuk kishte shumë njerëz, sepse nga fillimi i tetorit nis fundi i sezonit të ngjeshur turistik. Edhe pse temperaturat ende janë të larta dhe rrezet e diellit në pjesën më të madhe të ditës janë përvoluese. Me pak mile që udhtojmë, duke shumë afër brigjet shkëmbore të Turqisë, që bien thik mbi ujërat e kaltërta blu të detit Egje. Anije të mëdha dhe të vogla lundrojnë në drejtime të ndryshme, kush e di se për ku e kanë destinacionin. Posagerët vështrojnë nga dritarja, dikush regjistron pamjet e bukura rreth e qark dhe dikush merr fotografi. Një kafe në udhëtim shijon shumë. Së bashku me Fredin, përgatitëm kamerat dhe regjistrojmë pak pamje nga deti blu, si dhe brigjet turke. Të dy ishim kureshtar, sepse e kishim për herë të parë lundrimin me anije për në jug të Turqisë, ku klima është nxehtë dhe shumë e parafort me ishujt e Greqisë jugore të Egjeut. Ju afron brigjeve të qytetit turk Marmaris, ku kishim destinacionin e udhëtimit ton. Një gjigant ishte Marmarisi, me hapësira dhe bukuri të rralla. Direkt tanive të vogla prej druri, të ankoruara pothuajse në të gjithë bregun e detit, ku shtrije i qyteti Marmaris janë një bukuri e veçantë.
erdhëm në Marmara, sa pas bresim këtu në portin e Marmaras, si që shikojmë në pjesë dhe anijesh. Shumë pak pamje morëm në limanin ku zbritëm, që ishte rreth 8 km larg qendrës së qytetit Marmaris. Nga porti në qendër na duhej të udhëtonim me taksi. Ishte rregull i prerë dhe nuk kishte autobusa me sa duket për t'ju krijuar kushte taksive për të gëmbulluar të ardhura nga turistët. Shoferi me të cilin udhëtonim quhej Mendu Hosh Geledin. Mirë se erdhët në Marmaris. Na prezantoi shkurt Mendui me qytetin dhe hapësirat turistike. Driver. Mendu, Yes, okay, thank you. Mendu. Çok güzel Mendu. Pazar. Ah, pazar. 30 metre Evet. left. Okej, Okay. okej, pra Strasa. erdhëm në Marmara. Shoferi që Marmaris. takom ne, Marmaris, është Menduj. Qendra e Marmarisit ishte pothuaj e boshatisur nga vizitorët, pasi regjistruan pak pamje i u afruan bregut të detit, ku kishte shumë turist, dhe në ujë rrjeshtuar lloje të ndryshme anijesh, të bukura, jahte e tjera. Marmarisi, një qytet i vogël me rreth 80.000 banor, qytet shumë i pastër, me ndërtime jo shumë të larta, me vende pushimi dhe shumë lokale shërbimi. Gjithçka e bukur dhe njeriu e ndjente veten të lirë. Këtu niseshin dhe ktheheshin 10 ranije me turistë huaj dhe vendas që viziton në hapësirat rreth e qark, Marmarisit apo qytetet tjera brigjetare të Turqisë jugperindimore. Giderken bir mendil buldu. Monumenti i Mustafa Kemalit dhe të tjerë monumente, simbole të tjera që përfaqësonin vlera arkeologjike të qytetit.
Me sa duket këtu afër është një kolegj turk me student që dalin nga godina aty pranë në kohën e pushimit dhe mbushin rrugët. Pasi qëndruan pak në një lokal dhe hëngën mëngjesin e vonuar, përsëri me Fredin nisëm regjistrimet në qytetin e bukur të Marmarisit. Është mëngjes ky Fredi? Po pra, ky është mëngjesi që ne po hapëm në Marmaris. E vren sepse ka një ushqim tepër dëshirshëm dhe një gatim tepër interesant më duket në mënyra se si ata e kanë gatuar dhe me një pastërti jashtëzakonshme dhe dëshirshme. Mendoj se do na shijojë shumë. Me sa duket një ushqim i kombinuar ku perimet, mishi, të gjitha janë të Vërejmë një kombinim të ushqimeve, po gjithashtu dhe ngjyrat që kanë kombinuar njëra me tjetrën, japin përveç se shijes, japin edhe një të dukshme, një estetik pra për pjatin tepër lezetshme. E kjo na bën që duke e parë, gjithashtu dhe kënaqemi duke parë po vetë duke ngrënë. Atëre po provojmë mëngjesin këtu në Marmaris. Një qytet e bukur, nuk ishte befasi që këtu jetën jo vetëm ato pamje të bukura të Greqisë, por diçka më shumë. Nuk e dim nëse e veçanta e Rodës është vetëm Paliapoli, ndërsa qyteti na bën përshtypje pastërtia, bukuria, shumë turistë. Jetën këtu në Marmaris do të kesh tetor, po ju muaj tetor, shkundi shtatorit, dhe shpresojmë që këtë ditë këtu të kemi gjëra të bukura për të regjistruar sadopak për të çuar shikuesit të televizionit apo jo. Ne po am mëngjesin tash së bashku me Fredi Sulin, me bashkëpunëtorin ton gazetar në Rodos, me të cilin e po realizojmë këtë udhëtim pra jashtë qytetit të Rodosit. Tregu i qytetit Marmaris, një hapësirë gjigande, plot mallra dhe njerëz. Pazaret turke janë interesante, qendra ku janë vendosur tregtarët me dyqanet e tyre apo me qera. Një kompleks i mbuluar, i lartë me hapësira të bollshme, ku shitset qëndrojnë të gatshëm dhe me shumë respekt për vizitorët e shumtë. Herkesi Marmaris'e gelmeye bekliyoruz. Marmaris çok güzel bir şehir. Deniz turizmi, sokaklar, görüyorsunuz kapalı çarşısı çok güzel. Tarihi yerleri çok güzel. Marmarisi është vend shumë i bukur. Ne u mirëpresim gjithmonë. Qyteti ynë ka shumë gjëra interesante për të parë. Tavsiye ederim buraya gelmesini. Gelip görsünler. Ayrıca onlar da Müslüman bir ülke. Biz de Müslümanız. Bekliyorum gelsinler. Gelip görmelerinde fayda var. Hem de ekonomik bir
sidomos sokaket, pazaret, vende historike edhe arkeologjike, deti, rëra. Këtu vijnë shumë turistë nga vende të ndryshme të botës. Me kënaqësi presim edhe shqiptarët, si vëllezërit tanë musliman. Ju presim patjetër sepse edhe kosto e pushimeve është e lirë. Jemi ndër vendet e rrallat e gjeut. Marmarisi është ndër më të shquarat për turizmin detar. Marmaris. Genelde buraya İngilizler, işte Ruslar, Hollandalılar. Këtu vinë anglez, rus nga vende nordike e tjera. Banorët përhershëm janë rreth 50.000, ndërsa në Koplazhi gjatë verës jetojnë mbi 60-70.000 banorë. Nüfusu kendisi 30.000 ama yaz mevsiminde bu nüfus diyelim 60-70 bine kadar çıkıyor. Every people come here, we are nice people, we are hot people. Në Turqi hynë miliona turistë dhe shumica e tyre që hynë kërkojnë të vizitojnë qytetin tim, Marmarisin. Turqia ka rreth 75 milion banorë dhe vizitohet nga mbi 25 milion turistë çdo vit. Marmarisi vizitohet nga 8 deri në 10 milion turistë. Turkey people is maybe 90 million people. Marmara. Zona më interesante është nga Marmarisi në Çeşme, zonë më e vizituar. Në këtë pjesë të Turqisë është zhvilluar turizmi elitar, po kështu edhe Budrumi dhe i gjithë gjiri nga Budrumi në Marmaras është shumë interesant, natyrë shumë e bukur. The Marmaris is maybe 7 million Turkish people. 7 million people. Yeah. 7 milion popull. Antonio, një tregtar italian, shumë i këndshëm, na krijoi atmosferë gazmore, edhe pse kuptoi se ne nuk do të blinim nga mallrat e Floririt apo diamanteve që kishin dyqanin e tij aty pranë. U miksuam dhe pse nuk merreshim vesh mirë. It's good, we are enjoying it, but this year, this little bit, the quality is not so good, you understand? Jemi të kënaqur. Këtu vinë gjerman, anglez, jo vetëm në verën e nxehtë, por banojnë këtu. Biznesin e kemi mirë. Unë kam dyqane argjendarie si dhe diamantish. We are enjoying it, our business is good. We sell jewelry, diamonds. Historia e zhvillimit të plot të qytetit Marmarisit 25 vjet të shkuara. Marmarisi ka qenë zhvilluar për këto 30 vjet ka zhvillim të madh. Përpara ishte një vend me natyrë të virgjën, pyje dhe gjelbrim natyror. Years ago, the Marmaris was natural, but now it's betonarm. Everything is going to be changed. With tourism, but we don't see any Albanian tourists. Why? We want Albania, it's nice places, good places. We love Albanian. Yes, it's our komşu. Thank you very much. We love Albanian. Antonia? Yes. Antonio, mamma italiano from Sardinia. Io combinato. Έμες με Ιταλία, δεν γιάτες με το αρέσει κομπινίγι. Sì, mezza. Ai. Your business? Business, usually the business from jewelry and silver. Sot ka përparime të tjera, por më shumë betonizim. Nuk shohim turist shqiptar. Përse? Shqipëria është vend shumë i bukur. Ne jemi vend e fqinj. Antonio, njeri gazmor që i bëm shërbim të plot biznesit. Duke qenë se nxitonim dhe nuk morëm gjë, Antonio tha, "Shihemi më vonë", si dhe me batuta të tjera italisht për vajzat që kanë në rreth e qark.
1 carat. For good price. You have plastic card. Grazie Antonio. Grazie. Non è male, ci vediamo dopo. Oi, mamma mia, Santa Lucia. vediamo. La guarda bella ragazza, bella Dina, bella Mina. I see. You can take it. Përsëri në drejtuar, mund të filmoni diamantët. Unë jam shumë afër Shqipërisë. Mashallah, Albania. Përshëndetje televizion shqiptar. Përshëndetje vajzave shqiptare. Përshëndetje nga Antonio, por unë jam i martuar. Fliste gjithmonë me shaka. Antonio, I'm not married. Yes. Sì, la guarda, ai, felicita. Felicita. Il la sospende proprio la niente. Antonio. Irako, Arabi, kish Arabi, I drejtohet një djali me sa duket iranian, larg teje, iranian, larg. Përshëndetje Arabis, gjithmonë me shaka të kripura. صباح لصديق عبد المطلب. Allah 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 bu nasıl sevmek. يلا يلا Allah 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 bu nasıl gitmek. Allah 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 bu nasıl sevmek. Umala iti havtelu Esnarazım gengebeti havtelu. Here it's 14 karat, the gold. Yes. With Swarovski stone and with certificate. That's all right. We are in the Albania TV. Yes. She's very special in Turkey. Një dyqan ku shiteshin CD dhe DVD me këngë të këngëtarëve nga më të njohur turq. Djali reklamonte këngëtarën e njohur turk të muzikës pop. Gjithë bota i njeh këta këngëtar turq. My name is Deniz. Turkish name is Ismail. Emri im është Deus. Unë do të bëhem i famshëm. Turqia #1. Ka shumë njerëz të respektuar. Yani Turkish people is very respectful. Όλα μαγαζανέζα, το πολύ μαγαζανέζα. Έχει κάτω, what's in it? Castle, you know Castle? Ti dhulaj këtë si. What is your job here? The Derma magazaneza. My job is Derma.
the leather jacket shop, yes. And this year is a little bit lower. Këtë vit ka rënë biznesi, si pasojë e krizës greke, kam 25 vjet që punoj këtu. Marmaris εδώ τώρα στα ελληνικά, πώς πάει με τον τουρισμό? Έχει τουρισμό αυτά τα τελευταία χρόνια πώς πηγαίνει? Γιατί μαθαίνουμε στην Ελλάδα που δεν έχει πολύ τουρισμό λόγω κρίσης. Εδώ στην Τουρκία πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό? Από εδώ the Turkey όχι turist κρίζο, μόνο τουρίστα δεν κρίζα από εδώ. Περίπου 25 χρόνια εμένα με έγκαισαν εδώ. This year έτσι και έτσι, τη σεζόν δεν έχει καλό. Ναι, δεν έχει καλό. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει πολύ λεφτά να ξοδέψει να αγοράσει εδώ πράγματα και να φέρει λεφτά στο μαγαζί σου να αγοράσει. Πάει μια εδώ. Dhe më pas përsërin Bregdetin me lule dhe anije të bukura. Një grup turistësh me sa duket anglez pyete se ç'përfaqëson Marmarisi për ata, përgjigjja do të ishte fantastik Marmarisi. Julie. Julie, my name Julie. Where? I live in Wales, in the United Kingdom. Marmaris është fantastik, i mahnitshëm. Vim këtu 2 herë në vit. Kohë e bukur, vend magjik. Çfarë mund të themi tjetër? Friendly people, lovely weather, scenery, food. What more can I say? Thank you. Oh, fabulous. Thank you. You're very welcome. Hello, thank you for letting us have such a wonderful time in Marmaris. Marmaris. Marmaris, wonderful, very wonderful place. Kam ardhur shumë herë në Marmaris, 24 herë. Shumë e bukur, ushqim shumë i mirë, popull miqësor. Kalojmë shumë mirë. From Wales. Wales. But I can speak Turkish. Fantastik. Wel, ik uus Turkbey, salta yeti sekis topus on. Fantastiko, ha? Yaran görüşürüz. Thank you. Hi. Përshëndetjen e fundit e bëm me policët turq, të cilët na ftuan për kafe. Apple'da ekip doktora bey. Çorbalarınızı alsanız da gitsek yani. Ağaç ettiniz bizi ya. Arada ağaçtık mı? Toplam ya. Turqia vend shumë i bukur dhe miqësor. Mund të shikoni shumë gjëra në Marmaris. Çfarë gjuhë flisni ju? Ne po pim çaj dhe na ofruan çaj për të pirë. Enver Seo. Enver. Thank you. Turkish tea. Would you like a coffee? Chai.
Pas këtyre takimeve, në orët e mbasditës duhet ktheheshim me tragedin që kishim ardhur. Shoferi i taksis hapi radion dhe spikeria prezanton këngëtarin e famshëm Mustafa Xhaxhi. Le të dëgjojmë fansat e Mustafait në tingujt e këngës turke ju afrom limanit për të kthyer andej nga erdhën drejt ishullit të bukur të Rodosit. Rrezet e diellit në perëndim ndriçonin brigjet turke dhe pothuaj në errësirë u kthyem në qytetin e Rodosit.